Ervin, të përshëndes, ku është arrestuar Jeton Lami dhe çfarë veprash penale ka bërë ai? Ka qenë në fakt në banesën e tij gjatë një kontrolli nga ana e policisë së shtetit që ka arrestuar 3 persona për sa i përket edhe shpërthimit me tritol të ndodhur një natë më parë në qytetin e Kamzës, ku ju vendos një sasi eksplozivi edhe lokalit Perla e Detit në qytetin e Kamzës. Pas hetimeve, policia ka zbuluar edhe konfliktin që kanë pasur dy kunetërit, por edhe pronari i këtij biznesi pra në qytetin e Kamzës me persona të tjerë dhe të paktën sipas hetimeve dyshohet për sa i përket një gjobvënie për kërkimin e një shumër prej 500.000 euro që është kërkuar biznesmenit Sina në formën pra për t'ia dhënë edhe këtyre personave, ndërsa policia ka arrestuar si Jeton Lamin, Flor Domin, por edhe Flogert Mëshgjikën 34 vjeç, të cilët sipas policisë janë pas gjobvënies prej 500.000 euro që i kishin kërkuar këtij biznesmeni. Kanë qenë detaje që ka dhënë vetë ky biznesmen në vazhdimsi në policinë e shtetit që ka zbuluar edhe këtë grup të strukturuar si duket për sa i përket gjobvënies dhe më pas vendosjes së tritolit, dhe ka dyshime se Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mëshgjika kanë porositur një person, të paktën siç shihet në kamerat e sigurisë nga ana e policisë së shtetit, i vendos tritolin dhe më pas largohet me një biçikletë në qytetin e Kamzës, ndërsa në kërkim është shpallur Ervis Lami, një tjetër person që si duket është i dyshuar për këtë grup për gjobvënien ndaj këtij biznesi prej shumës 500.000 euro. Kujtojmë se Jeton Lami është një person i skeduar dhe i dënuar nga drejtësia për shkak të së shkuarës së tij, ka qenë edhe në uniformat blu të policisë së shtetit teksa shoqëronte Ervis Martinaj të zhdukur prej disa kohësh tashmë dhe pikërisht në kamerat e sigurisë në momentet e fundit që rezulton i filmuar Ervis Martinaj ka qenë edhe Jeton Lami, i cili e shoqëronte me një automjet tip Audi A8 në drejtim të Durrësit, pavarësisht pra se ishte me precedent të theksuar kriminal dhe vetë Jeton Lami pra ka kryer rreth 2 vite burg për këtë vepër penale, ndërsa i ka mohuar për sa i përket përfshirjes, ndërsa tashmë është një tjetër vepër penale, ajo pra e vendosjes së eksplozivit në qytetin e Kamzës që ka bërë arrestimin e Jeton Lamit, shpallje në kërkim të Ervis Lamit, por edhe arrestimin e 2 personave miq të Jeton Lamit, Florin Domi dhe Flogert Mëshgjika, të cilët sipas policisë dhe hetimeve që kanë kryer deri më tani fshihen dhe janë grupi që i kanë kërkuar 500.000 euro në këmbim si duket të aktivitetit apo për të mos hapur probleme të tjera. Por duke qenë se ky biznesmen nuk ka pranuar që t'jap të shumë parash, pavarësisht se biznesin e kishte dhënë me qira dhe vijonin 2 kunetër të tjerë të cilët ishin edhe menaxher të këtij restoranti, si duket në shenjë hakmarrje mund të themi kanë vendosur edhe sasinë e eksplozivit duke shkatëruar pjesën e fasadave të xhamit të këtij biznesi në qytetin e Kamzës, që duhet theksuar ishte vetëm pak ditë i hapur dhe sapo kishte filluar aktivitetin e tij. E kuptojmë. Mirë, Ervin, për të kaluar tek një tjetër ngjarje, kam përfunduar kështu dhe hetimet e prokurorisë për një vrasje të ndodhur në shkurt të këtij viti, ku babai, 74 vjeçari Ekuran Gjoni, ka vrarë me thikën e bukës, në fakt djalin Asim Gjoni. Çfarë përmban kjo dosje hetimore? Ngjarja e rëndë, Bjola, në fakt ka ndodhur në muajin shkurt të këtij viti, ku ka qenë 74 vjeçari Ekuran Gjoni, i cili pas një konflikti që ka pasur në tavolinën e ngrënjës së bukës me djalin e tij Asim Gjoni, e ka qelluar disa herë me thik duke lënë të vdekur. Këto janë edhe gjetjet e prokurorisë së Tiranës, të cilët kanë mbyllur hetimet dhe kanë dërguar në gjyq tashmë 74 vjeçarin për të përballur me akuzën e vrasjes pra në fanë familjare për sa i përket asaj ngjarje të rëndë që ndodhi në shkurt. Sipas prokurorisë fillimisht ka pasur një debat, por edhe një konfrontim fizik mes viktimës pra djalit në këtë rast dhe autori 74 vjeçar Ekuran Gjoni, ku ky i fundit si duket paktën në deklaratat që ai ka bërë në ngjashmësi e sipër ka marrë edhe thikën që ishte mbi tavolinë dhe ka qelluar disa herë djalin e tij duke lënë të vdekur në vend. Tashmë do të jetë gjykata e Tiranës që pritet nis gjykimin për të dhënë edhe dënimin ndaj 74 vjeçarit. Mirë, Ervin, të falenderoj për këtë raportim dhe